Për afro 3 vitesh gryka e Vilunit plazhin e Vilipojës është bllokuar nga mospastrimi i rërës. Ky bllokim dëmton ndjeshëm lagunën e Vilunit për shkak se peshqit nuk qarkullojnë, si dhe pengon peshkatarët që dalin në det me barkat e tyre. Nga ana tjetër, rrezikon edhe përmbytje për banesat afër lagunës. Tash situata e kësaj gryke ka të paktën 3-4 vjet që është në këtë gjendje. Aty nuk ka ujë hiç më, vetëm se është më nalt niveli këtu edhe nuk ka shkon, se aty krejtësisht se kin nuk i ka 20 cm ujë, se një aty tash e rana aty na qet problem, se ka grumullur ranën aty edhe sa të vinë dalga e kthen mbrapsht edhe myll. Po ti shësu se është më se vrasin nivelin e të të dalë, dëm se s'mund dalim ditë, ne do mi unë, më jesim po marrin atë lek. Unë para 2 ditëve kam kaluar kam. Këtë cek tash po ka rrellës mundem me kput. Domet që më rashi i përmëth në herë atje, plus ka një tesën peshkatar, si gjujnë edhe s'munen me hindet me gjujt. Për ekspertin e mjedisit Ervis Krymbi, bllokimi i grygës së Vilunit plazhin e Vilipojës është një problem i hershëm që dëmton ekosistemin dhe jetesën e peshkatarëve, si shkak i mos qarkullimit të ujrave atje. Një problematik e hershme e përsëritur edhe më përpara pikërisht shpeshherë bllokimi i saj, mos qarkullimi i ujrave. Është shumë e rëndësishme që lagunat janë amortizatorët e qarkullimit të ujrave. Normalisht, dhe dashje pa dashje me biodiversitetin e gjanë që ka si zonë, ekosistemin e madh, normalisht që mos qarkullimi i ujrave për këtë lagunë do të sillte probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha. Jo vetëm në aspektin e ekosistemit, por edhe në ekosistem, edhe në aspektin tjetër në jetesën e banorëve, sidomos me ato që merren me çështjet e peshkimit. Sipas peshkatarëve dhe ekspertit mjedisit, e vetmja mënyrë për ta pastruar grykën e Vilunit është përmes një anije të posaçme drag që përdoret për thellimin e ujra. Tana grykat në përgjithësi vetëm me draga pastruhen, se dën mu hek materiali, mu tret paktën shumë larg, dën me thelluar grykdalin. Për ndryshe aja e depoziton prap materialin aty. Një ndërhyrje me drag që do të kishte qenë shumë e nevojshme pikërisht në këtë lloj segmentit. Dhe kjo do të ishte edhe një farë thirrje për autoritetet që pikërisht ta kenë parasysh ndërhyrjen që duhet të bëhen në këtë segment kaq shumë delikat të lagunës së Vilunit. Afro 6 muaj më parë, Drejtoria Rajonale e Borit Kullimit në Lezhë e pastroi grykën e Vilunit përmes ekskavatorëve, por jo ndërhyrje nuk rezultoi eficiente, duke u bllokuar sërish pas pak kohësh, duke sjellë probleme për peshkatarët.